Ishte viti 2015, kur Arka nisi funksionin e saj në Shkodër, e konceptuar si një qendër rinore, që nga emri i saj ajo i ngjante Arkës së Nojës, një strehës që i mungonte kryeqendrës së Veriut. Themeluesi i saj, Marian Lukani, tregon për CNA se si nisi krijimi i Arkës. Është 10 vjetori, i kemi qenë në Arka, madje në periudhën e vjeshtës kanë qenë që të festojmë 10 vjetorin e saj. Lini si një ide, si një nevojë që tamam territori kishte për shërbimet që Arka ofron faktikisht. Dhe jam akoma ide sot që territori ka nevojë vetëm për një arkë, por ndoshta minimumi paktën 5 arka që përndamin në territorin e Shkodrës. Ka lënë si koncept një hapësirë të dedikuar të rinjve, të cilat do të shërbejnë atyre pak 360 gradë mund ta quhet, që mund të ishte duke filluar nga pjesa e punësimit tyre, formimi profesional, pjesa e kreative e artit, ngjitjes së iniciativave të tyre të biznesit. Pastaj pamë që nuk ishte vetëm për trit, sepse në këtë që ne veprojmë tek Arka, personat as më mirë në mosha që frekuentojnë Arkën nuk janë vetëm trinj. Thonë që nga fëmijët, në bazë të këtij që bëjmë deri tek moshat e thyera, më thënë, që në pjesa e personave që janë në pension. Kjo në një kënaqësi të madhe, tregon që ndoshta kemi goditur nga atë që ishte edhe dëshirën për të bënë të ofronin për qytetarët e Shkodrës. Pastaj në vitin 2018 kemi ndihmuar Bashkinë Shkodër, tamam gjithmonë kemi bërë ne ata thjesht me aplikimin atë kohë, që ishte bashkësia e kohë, për të bërë një qendër rinore tjetër në qytetin e Shkodrës, që është qendra rinore Atelier, e cila është një krijim 100% modelit të Arkës. Dhe cilin pastaj e lamë bashkisë për menaxhim së bashku me plan veprimi. Që në fakt vjen keq sepse bashkia sa herët s'kishte vizim për asgjë, vetëm thjesht bënte kopje të gabuara të gjërave të bukura që kishte në territor. Arka sot vazhdon, është rri gjithmonë më tepër, ka marrë dimension që asnjë nuk e pritet në fillim kur e krijua. Ka një njohje përveç në qytetin e Shkodrës dhe në mbar kombëtare në Shqipëri, një njohje dhe respekt nga institucionet shqiptare, ashtu ata nga të ndërkombëtare, duke filluar nga ministritë, bashkitë dhe njësitë diplomatike të përgjithshme në territorin shqiptar. Po është të bashkëpunimit të ndryshme që kemi me ente të ndryshme në territorin shqiptar. Arka, faktikisht, është një simbol që gjendet në gjitha besimet monoteiste. Dhe ne donim një emër i cili ishte gjithëpërfshirës. Është Arka Noes, e cilin s'po the hasin gjitha besimet monoteiste, dhe Arka Noes kishte një mision kur Zoti thanë vetë që ta krijonte, ishte gjithëpërfshirja. Gjithëpërfshirja pas i farë dallimit. Pra përfshirja e kafshëve që ndoshta në jetën, kafshëve që në përditshmën e tyre në tokë ishin armiqsh me njëri tjetrin, por duke hyrë në Ark, ato mësuan të bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Dhe mbasi mbaroi stuhia dhe përmbytja e botës, ata dorën dhe ripopulluan botën. Dhe për ne ishte një simbol i bukur pjesa e Arkës. Madje shumica kur kujtojnë se Arka është lidhur me arkat e librave që kemi në biblioteka, por në fakt jo. Arkat e librave ishin një kosto shumë e ulët për të vendosur librat, që mund të mbar raftet e librave tamam. Arka nuk është thjesht një biznes, por një strukturë e cila ka në thelb ka hapësira dedikuar të rinjve, që nga konsulenca, lidhja me shërbimet, kurset profesionale e deri tek punësimi i tyre. Struktura Arkës ka disa hapësira që janë pjesa e barit, ku me të rit kemi përveç ato vina kalojnë kohën e lirë, por neve është edhe rrjeta me cilën neve i takojmë të rinjt. Edhe ofrojmë pastaj gjitha pjesën e shërbimeve që neve ofrojmë. Është pjesa e hostelit, që është një shërbim gjithmonë të rive që vinë nga jashtë Shkodrës, pra që mund të jenë nga Shqipëria dhe jashtë Shqipërisë, dhe ka një mundësi kontakte me të riton pastaj që janë këtu. Është pjesa e sallave të ndryshme që ne kemi, duke filluar nga salla e formimit që kemi 2, pastaj është biblioteka, që edhe vetë përveç se biblioteka është një sallë trajnimesh të ndryshme që ne realizojmë. Pastaj janë 2 oborret e Arkës, të cilat janë gjithmonë shërbim të rive përveç zyrave që kemi po këtu brenda. E bukura është bele, madje jemi duke punuar që të rikontaktojmë disa nga ato, sepse janë shumë të rinj që kanë frekuentuar qendrën e Arka. Në atë kohë kanë qenë të rinj, tani janë të rritur. Janë të rritur që kanë bërë ecjen e tyre në jetë dhe kanë ecur shumë përpara. Shumë pjesë e mirë tyre kanë përvesuar shumë prestigjios në shoqëri, por edhe detyra të mira për çka përket edhe politikë bërës dhe drejtimit të vendit tonë.
Gjithëpërfshirja mbetet në fokus të administratës. Në këtë linjë, Arka ka patur disa persona me aftësi ndryshe në stafin e saj e 10 të tjerë janë asistuar. Tashmë prej vitesh kjo copës është kthyer në të preferuarën e ambasadorëve, shkrimtarëve, gazetarëve, publicistëve si Adi Krasta, Adrian Civic, përparim Kambo, të cilët zgjedhin Arkën për të zhvilluar promovimet e tyre dhe takimet në Shkodër. Neve përveç si përfshim tek ne, por me programet që kemi një raport shumë të mirë me pjesë matematikë në territorin e Bashkisë Shkodër, ku me programet e nxitjes së punësimit neve i çojmë dhe i punësojmë nëpër biznese të rinj. Janë dy programe që kanë një rëndësi të veçantë, që janë kurse formim profesional të mirë fill ad hoc, në bazë të kompetencave dhe përjo që njëri ka, që gjithmonë intervistohet dhe kuptohet ku mund të jenë përja e tij, dhe pjesa tjetër është bursa punës, ku me bizneset neve bëjmë një marrëveshje që për një kontrakt 1 vjeçare, paguajmë rrogën e të riut, i cili shkon për të bërë eksperiencën e punë, që mund të jenë në përgjithësi të rinjt që neve përzgjedhin për këtë program janë për të rinjt e dizavantazhuar, që mund të jenë sipas sa përket pak, persona të rinj me aftësi të kufizuara, por mund të jenë ato rinj që vijnë nga situata shumë të vështira social-ekonomike. Dhe me biznesit do marrëveshje që është 6 muaj paguajmë ne dhe 6 muaj paguajmë biznesi rrogën e të riut, duke bërë një alternim 3 muaj neve, 3 muaj biznesi dhe shkojmë një periudhë 1 vjeçare. Kanë qenë nga më të ndryshme, por ato që kanë pas me efikasitet kanë qenë pjesa sidomos kur kanë qenë për pjesën e të rive me vulnerable, kanë qenë pjesa që në mund deri për të hyrë në tregun e punës, që është pjesa e kurseve të kuzhinës, pjesa barmen, pjesa e kurseve të elektriciteit, hidrolik, kanë qenë shumë kurse për sa përket vajzave, që është pjesa e parukeri, pedikyr, etj. Kurse që vajzat bëjnë dhe kanë marrë iniciativë pastaj për të krijuar qendrat e tyre. Kemi bërë pastaj kurse të tjera që patëm bërë në fabrikë, për sa përket rroba qepësisë, një pjesë e mirë këtu që kanë qenë aty, madje aty ashtu kemi filluar të kur punën. Pastaj pjesa tjetër që neve vazhdojmë të bëjmë është pjesa e Akademisë së Leadershipit dhe Akademia Startupeve, janë dy aktivitete. Akademia Startupeve ka të bëjë me të rinjt të cilët kanë qejf të krijojnë një biznes. Në përgjithësi arrin që xhem edhe disa fonde që një pjesë të vogël të këtyre që njekun Akademinë e Startupeve të financojnë një ide biznesit, por edhe aty që i financojnë ide biznesit, kjo akademi i vlen sepse i shërben për të pasur bazat dhe njohuritë të duhura që ti duhet me bazë një biznes. Shumë herë mund të kenë idenë me bë biznesin, sepse na nezi diçka brenda nesh. Pastaj kur me bë 2 llogari, kuptojmë shikoj ishte shumë ëndër e bukur, por ndoshta është akoma për të lënë një anë sepse nuk është momenti i duhur. Edhe kjo është një ndihmë shumë e mirë për të rinj, sepse i bën që të mos hinë aventura të cilët nuk janë të sigurt. Duke marrë pjesë Akademi Leadership që thotë përpara që kanë personazhe vërtet të nivelit të lartë për sa përket edhe jetës tonë këtu në Shqipëri, që mund të jenë Ardian Civici, Adi Krasta, përparim Kabo, ambasadorët të pranishëm në Shqipëri, ministra dhe viceministra, kryetar bashkiak etj, të cilët kanë ardhur dhe kanë diskutuar me të rinjt tonë për çështje, problematika të rëndësishme të komunitetit. Arka nisi misionin e saj kulturor kur të rinjt ishin të lirë për të performuar çdo natë. Për herë të parë fituesit e festivalit të fundit në Radio Televizioni Shqiptar, Beatrice Gjergji dhe Kolaca performuan në qendrën Arka në vitin 2018, ndërkohë që ka patur edhe disa aktivitete të tjera kulturore si dasma Shkodra apo shumë ekspozita dhe promovime librash, për të cilat Mariani tregon se ndjehet krenar që iniciativa e stafit të tij po japin frytet e tyre brenda dhe jashtë vendit. Kanë qenë një zhvillim shumë i bukur dhe një zhvillim shumë i bukur që është bërë nga bashkëpunimi që Arka ka pasur me aktorët e tjerë në territor. Ka qenë brenda Ekranit të Artit, një festival që zhvillohet nga zotët Eren Paci, dhe ka qenë Adriani i cili i ka zhvilluar Tina Sinqert, Beatricën dhe Kolën. Dhe ishte ideja e tij që tha, ti bëjmë të këndojmë tek Arka dhe burri Arka, se ishte për një ishte diçka shumë e bukur, që 2-3 shkodran, të cilët kishin filluar një aktivitet në Itali etj. Dhe aty u lançoi herën e parë që do bënë koncertin e parë në Shkodër, vërtet. Por janë një dyshe shumë profesionale dhe shumë simpatike, sinqerisht. Sot kanë marrë atë merit që i takote faktikisht, të jenë sinqert. Uroj që komuniteti shqiptar t'i kthej atyre atë që meritojnë.
atë mirë njohje që meritojnë. Fitimi i festivalit ishte merit e tyre, nuk ishte se ne e bëmë. Dhe unë pres që ndoshta vërtet të bëjmë diçka shumë më tepër ndaj tyre. E pastaj shkojmë në pjesa tjetër e muzikës, që për ne është një aktivitet bazik te pjesa jonë. Ne kemi filluar në 2016 për herë të parë open mic e kemi quajtur pra aktiviteti. Dhe kur të rivi ofruam një mundësi që du të vinë me instrumentet e tyre të këndojnë këngë çfarë të doshin. E kishim mundësi me këndu deri në 2 këngë. Faktikisht ishte interesante. Të rinjtë që i ofruan ishin shumë, ishin vërtet të shumë. Dhe provuan vetveten duke kënduar në publik e tjerë. Mentori i kësaj gjëje që ishte një mjek me profesion, por pasionant muzike, si Dr. Solen Frangaj, i cili orienton gjithë të rinjtë. Dhe unë jam shumë kënaqur sepse pjesa e madhe e grupeve rinore që sot këndojnë nëpër lokalet e qytetit ose në aktivitete tjera kulturore të qytetit të Shkodrës janë krijuar, janë organizuar pikërisht në bazë nga ky aktivitet, kanë ndërtuar ky aktivitet faktikisht. Pastaj ka qenë Dasma Shkodrane që po flisim përpara, që është një aktivitet që na bën shumë krenar. Vini si një ide e profesor Lorenzo Radovani, dhe shumë i ngushti i Joni, i cili donte të binte për publikun e Shkodrës muzikën tradicionale që na pas në Dasma Shkodrane. Dhe faktikisht edhe profesor Lorenzi i thiri gjithë të rritë që ishin të rritë pjesë që kanë të përpajkë jonë. Dhe i propozoi këtë iniciativë. Ato e përqafuar me njëherë. Kanë qenë 26 të rinj që kanë performuar të Dasma Shkodrane, që kemi bërë në borën e Arkës, kemi bërë në borën e muzeut Osokuka, pastaj kemi qenë në qytetin e Tiranës, kemi qenë në Korçë. Pra ka lëvizur, është një aktivitet që ka lëvizur dhe ka pas vlerësimin e tij. Dhe pastaj është një nga aktivitetet për koncerte të tjera të mëdha, ishin muzikantë nga gjithë Ballkani, që ishin nga Bosnia Hercegovina, ishin nga Serbia, ishin nga Maqedonia dhe nga Kosova, përfshi Malezi, të cilët kanë marrë një muaj rezidencë te Karka dhe kanë bërë pastaj 4 koncerte në qytetin e Shkodrës. E së fundmi, Arka po tërheq vëmendjen e turistëve, e dizajnuar si një shtëpi e thjeshtë me një oborr të gjelbëruar, ku objektet e vjetra të punuara me mjeshtëri prej druri kanë hapësirën më të madhe në këtë bar. Të huajt gjejnë mikpritje, shërbim, bujtin, por mbi të gjitha edhe një copë shtëpie. Ato gjejnë shtëpi, tjera pjesa që ato dojnë, sepse vetë struktura e Arkës nuk është një turizëm luksoz e tjera, është pra një turizëm për të personat që duhen që gjenë në shtëpinë e tyre. Struktura e Arkës, shtëpia e vjetër Shkodrane, oborri i shtëpisë vjetër Shkodrane, stafi e tjerë që shërbejnë, i japin këtë rahati dhe këtë komunitet turistëve që hinë dhe dalë dhe në gjenë se me kanë shtëpinë e tyre. Plus edhe personat që frekuentojnë Arkën janë si një familje. Edhe personat e huaj që vinë për të parë te Arka gjenë shumë mirë, sepse hinë dhe gjenë një ambient që tanë janë të qetë dhe të kënaqur me një tjetrin, në mënyrë si rrinë, si e shijojnë në tyne. Edhe kjo gjë turisti jep shumë, se jep një qetësi dhe rahati të mbrapsht, turisti kjo gjë vlerëson tepër pastaj. Te Arka sot pas 10 vitesh mund të gjesh gjithçka, duke nisur nga pamja e mrekullueshme, shërbimi cilësor, të rinj të sjellshëm, kënd leximi, bujtim për t'u akomoduar, por mbi të gjitha gjen një copës shtëpie ku rehatia është e pakrahasueshme.